Opozita ka pranuar nisjen e procesit të hetimit parlamentar pa përfshirjen e fletëve të votimit në materiale zgjedhore, por duke refuzuar në çdo rrethan djegjen e tyre deri në mbylljen e këtij hetimi parlamentar. Duke kërkuar me ngulm kompromis në emër të qytetarit, në interes të integrimit, opozita ka pranuar që kqyrja e fletëve të votimit të dalin nga ky hetim parlamentar, dhe kjo çështje po me kërkesë të vetë opozitës të shkojë për këshillim në Komisionin e Venecias dhe të veprohet më pas sipas opinionit të dhënë nga ky arbitër evropian për kushtetshmërinë e kërkesës sonë. Fatkeqësisht, përgjigjja juaj më e re është zjarrvënie, një zjarr që kërkon të djeg transparencën e votës së lirë, të djeg urën e dialogut dhe bashkëpunimit politik, të djeg imazhin e demokracisë shqiptare, të djeg besimin e qytetarit te institucioni i votës së lirë, të djeg edhe këshillat dhe rekomandimet e miqve dhe partnerëve tanë ndërkombëtar. Ne nuk do ta njohim më këtë qeveri zjarrvënse. Ky akt barbarie njerëzore dhe juridike minon dhe hedh në erë përfundimisht çdo mundësi bashkëpunimi dhe dialogu politik mes palëve në Shqipëri. Ne deklarojmë solemnisht se nuk do të pranojmë dhe as nuk do të lejojmë kurrë më zgjedhje pa këto garanci kushtetuese dhe ligjore. Dhe nuk ka zgjedhje të lira me Sali Berishën. Tashmë po troket koha për një zgjidhje të re politike, për zgjedhje të reja politike.